Si dyshët me që kom vjeni, si kom vjeni të vjetë, si në vazhë. Dhe pa që gori kapën do vitë për rritë një bandere më të sukses në vidër të fundit. Luis Diaz. Vetëm e sportjenon e dhe atë parabor të vjetë portjene atë erës. Gjithë shumë ndajt në një parë në njërës dhe do të një dominimi absolut. Dhe që është në kërë vitë i bërë fjamëri nga në Sama Gjish. Se të një të fashtish, Sama Gjish dhe në vjetë, nga të vjetë vjetë në dy parë të të balët në Real Madrid i qërë finali. Dhe me këtë fushë, edhe me këta qanta i gjithë se e këtyre, a i të falë. A i qelik, nuk është shumë gjatë, por qelik. Nuk është, një metre në pjesë. Nga në skuadrës së Arnes Lot, që do të kishte një mundësi më sala, por Çakër e ndaj. Është fort, është. Do të bëhet një skuadrë tip se ka bërë Çakër në Saraj. Që Liverpooli të do të kritë një herë dhe do të viti 6 vite po Saraj Çakër do të skuadra të mirë broj. Unë me lacën nga pjesë krosa, s'kisha si një zonë, s'kisha se bosh, unë me një ore, unë me pjesë krosa, e zakonshme, kur fund e në poshti, portirin Çakër që deri në momentin të shkojnë në partizë në Sala dhe e topër që të do Çakër që do shkonte edhe pranë në kërë 5 Liverpooli, por Sala dhe tentativa e Salas staftuar në travers. Smite pakët në të zonë Liverpooli. Puta madre! Në 4-0 teksa rasti tjetër që në një të dali nga Çakër dhe ekipi tjetër. Çakër jo. Domini absolut. Çakër, të përdysë të mundin 2-5 në Madrid dhe kalorë që në mundin 3 vjetë në përsi me Randall Colomani pas përsimit të Batiste, por do të përgjigje në pjesën në dytë skuadra e Atleticos edhe se në pjesën e parë Xavi Simons pa të shansin për shkuar të dytit në tjetër mundësi nga në skuadrës Tottenhamit në tentativë të tërë, por Çaj gjudje ka, të zonësote portierin Obras Peksalan tjetër në saktë Vicario për danë operativa të Atleticos në jatë Vicario në dali tot golin e parazimit që erdhi me Alvarez në sa fort e gjudje, gjohë e rrëmë. Një gol që do të vërë topi fare i në drejtë. Poi doli pa portën, a i e fusi mrena, ka lavën. 6-4 për Atletico. I to shumë të, po të që në strukturë ndryshë, po të shumë të
ai shtire në një Alvarez do tjetë da asisti për Hamshtot, që me kohë në shturën e parë. Gjullë e kornet, Do si përmi për duke këtyre përsime 3 gola për skuadrën e Atletico Madridit në Kanë besuar skuadra Bankes gjithshme. në 28 gol. Qatë Simon Shkotë në turin e shtesës ishte shumë 25 sili në real, 28 qësë me Paris, 27 skuadra e Ka 68 gola të shënduar. Si e pas rrallë të disa herë e me Atletico që shkon që e finale do të përballet me skuadrën e Barcelonës si atë. Barcelona parni Liverpoolit dhe Atletico i Madridit këtu jemi në fund miq dhe tendencë me ne bashkëngjoshëm. Julian Alvarez. Quanto differenza? Ragazzi, si acaba de Ti 3 gola do i bësh në top 5. Ka më shumë teknikë. Sa do i thaj? Ka i thaj? Na, ka se kam vere. E në Rusi, e në tek dhe paska. Milan
ka provuar të gjitha. Milan më kimet. Që pejnë, Milan pejnë. Bayern nuk fal edhe në ndeshjen e kthimit përballë skuadrës së Atalantas, ndërkohë që Tottenham jep një lëmë të mirë deri diku të gëzueshme nga Champions League. Me këtë fitore që arriti ndaj Atleticos Madridit, dhe do të fokusohemi fillimisht te suksesi i Bayernit e më pas vazhdojmë me të tjerat. Nisim bashkë, çfarë? Diferenca do parë që ndeshjen e kaluar. Ne thamë në emisionin e parë që sot ishte më tepër një ndeshje servitore, dhe për të shërbyer më shumë herë Kim për ato rekordet e veta që vazhdon shënon. Sepse brenda fushës, në aspektin teknik apo taktik apo fizik, në gjithë aspektet që ka, në gjithë komponentët që ka një ndeshje futbolli, besoj që nuk kishte histori. Kishte diferenca shumë të mëdha dhe Bayerni këtë ndeshje e kishte me ndërim për ta zhvilluar, por që besoj që mendjen e ka pasur që tani të projektuar tek Real Madrid. E vërtet, është edhe që tani duke menduar për ndeshjen tjetër atë të Realit. Avokat, përballje ndaj Realit Madridit për Bayern, dhe themi që e treta e vërteta, nëse mund ta quajmë kështu, dhe nëse e kalon edhe Realin e Madridit, mund të themi me plot gojë që Bayerni është një nga ato skuadrat më të kohtuara në triumfin final, apo jo? Bayerni për mua mbetet edhe sot, do të thonë servitari sonë që nuk kanë këto me thënë veçantë. Mbetet skuadra ndoshta më favorite e Champions League, nuk dua të bëhem më bull keq, por me Realin do të thotë një emision më vetë të folur vetëm për sepse dhe historitë dhe shumë komplikacione edhe ndoshta të natyrave të tjera, edhe gossip e gjëra të kësaj natyre kanë rreth kësaj ndeshje, sepse kjo është ndeshje kjo është finalja e Champions League. Një gossip specifik? Jo, për të gjërat që çka ka pas mbas, jo nuk e kam për lozën, domethënë po gossip administrativ, domethënë çka ka pas mbas disa vendimarrjes të arbitrave ose gjëra të kësaj natyre që nuk dua t'i besoj, sepse ndryshe sporti do kishte kuptim, po e kam fjalën që ka shumë histori mbas kësaj ndeshje, sepse kanë qenë gjithmonë janë ato si thua solistët e parë të Champions League-s. Në këtë kuptim, kjo do jetë një përsëritje tjetër. Këtë herë, nëse mund ta them, është Bayerni pak favorit, nëse mund ta them. Nuk e di tani domethënë, por që Reali, domethënë, kjo është ndeshje, kjo është vërtet 50-50. Nuk ka. Unë ndoshta do kisha qef, ndoshta që të kalonte Bayerni, por është shumë e bukur për të parë. Shumë e bukur vërtet. Përmeti Atletico humbet, e megjithatë, le themi me këtë paraqitje që bëri por gjatë gjithë kësaj periudhe në fakt në Champions League edhe në vazhdimsi Atletico mbetet një skuadër që me të vërtetë duhet kapur kujdes nga të gjithë kundërshtarët, edhe ashtu më tepër që do të kemi edhe një përballje të gjithë spanjolle me skuadrën e Barcelonës. Patjetër, mendoj që ka bërë një rutinë të mirë. E presin një sfida shumë të vështira, megjithatë edhe me Barcelonën aty do të jetë një sfidë shumë e fortë, sepse Barcelona ka potencial të zakonshëm aty të një eksperiencë e zakonshme në futboll. Po shikoj një skuadër me konditor, po ecën gradualisht, nuk krijon aventura brenda ndeshjes, pavarësisht se humbi sot. Kjo ishte si pasojë e rezultatit të ndeshjes së parë, por edhe patjetër e një ndeshje shumë që do të terminojë. Po shikoj një skuadër jo në nivel siç po diskutojmë Real, Bayern, por mund të jetë tre ato skuadra që këdo që të ketë përballë do ta ketë vështirë të kalojë. E vërtet, Kerim? Se ndave, shtanë se vëllua? Natyrisht Barcelona është më lartë. Okej. Të ka provuar gjatë gjithë kohës në kampionatin spanjol, në La Liga. Jo vetëm në këtë edicion që kryeson kampionatin, por në edicionet e tjera, në superiore. Ndeshjet e Champions janë diçka tjetër, sepse në 180 minuta vendoset në kualifikim. Por me forcimin e lojën e sulmuesve, sidomos Alvaro si shumë që nuk do të mirë dorë të sot, edhe titullin aty të rezultatit. Nuk e di se si do të ketë profili i Barcelonës, por Barcelona më sa pushoi, nuk po pushon në mënyrë, son vola po shënon shumë më tepër se sa son. Dhe në edicionin e vjetshëm
në 20 ndeshje, Barcelona ka shënuar 170 milionë. Pra, është një makineri follesh, provon vëlla pa fund. Nivo me Atletico nga zhvillimit i njëri, këtë problem të por janë një të shumë interesante, sepse do të të stabilisht. Faleminderit për komentet dhe analizën tuaj. Paris Saint-Germain, Liverpool, Real, Bayern Munich, Barcelona, Atletico Madrid, Arsenal, Sportingu Lisbonës. Këto janë edhe ndeshjet çerekfinale. Vazhdo të përfshihemi në 7 prill. Mos e harroni këtë datë. Deri atëherë, nga unë Eva Murati, natën e mirë. These are the very last minutes because everyone is going, so very last minutes. Oh, we're so much. 1.3. Hello, 1.3K. Yeah, I know I haven't been as much as I should on TikTok Live because I've started very late because I was trying to post on time this time, but I couldn't make it. I don't know, like I couldn't make it here for the live because like the show started in the meantime, so everything was very crazy. Yeah, everyone is leaving. Everyone leaving, trying to go home as fast as possible. As I'm noticing now, I think that I also put like the wrong, oh my god, I put the wrong time at the live, but whatever, nobody cares. I'm sorry. How often do you take and get pedicures? What a random question. Well, I'm gonna take one pretty soon, and I'm a little bit unsure about the color that I should take, so I haven't decided yet. But I think I'm gonna take one pedicure this Friday, not tomorrow, after tomorrow. So let's see if the lady that I like has any free appointments. Okay, well, I think I'm gonna end it now because like the guys really want to close the studio lights, so I am going. I am going. Many kisses and love you.